Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Ju përshëndesim nga kuzhina jon në këtë ditë të premte, si gjithmonë drejt për së drejti për shikuesit tanë, për anvisat tona. Vim me receta të reja sot, po një e kemi treguar pak a shumë që dje, apo jo, sepse na mbeti orizi dhe sot do ta gatuanim atë si nostalgjinë e sutlashit, që si ka nisur sutlashi, ka nisur me daljen e dhëmbëve, kam përshtypjen, nga fëmijëria, më kujtohet që jo në të gjitha zonat. Paktën nga juglindja, kur dilte dhëmbi parë tek fëmijët, një dhe shoris. Se tregonte, kishte atë legjendën e vetë. Po, martohesh. Përpara se të lindi fëmia, është martesa. Po. Pra orizi është gjithmonë bereqet, po. Ndër sebepe të ndryshme. Kështu që sot vendosim të përgatisim një sultjash. Le të shohim pak përbërësit për t'ia kujtuar se si përgatitet sultjashi dhe ta shijojmë si një formë ëmbëlsire e këndshme e lehtë. Pra oriz me qumësht, 250 gram oriz, 500 ml ujë, 1 litër qumësht, 150 gram sheqer, ju duhet vanilje dhe kanell. Dhe padyshim që pjesë e rëndësishme e përgatitjes sultjashit, disa i thënë sultjash. Si të dëshirojnë. Orizit me qumësht. Është një nga recetat e vjetra turke, për shumë në Turqi e gjenë për këto tafat e vegjël, në këto dyqanet të mbërtoreve në rrugë. Të pjeku në tava balte. Po, në tava balte. Po, në tava balte. Kjo ta është tresa i kosur sipër. Po, do ta heq këtë tavën? Kemi tavë balte, ne gatuajmë dhe ne në tavë balte. Në të vogla, në individuale. Po, fix, ato janë e duhura. Atëherë, kam orizin, normalisht orizin e kisha të parazier dje, dhe më pas kam shtuar qumshtin. Qumshti shtohet që të ketë, jo pak e nga pak, po shtohet i gjithi për një herë që orizi të ketë mundësin, sepse përderisa ne e ruajmë në frigorifer, ka atë vetin që ngjeshet. Qumshti i shtohet në temperaturën jo të nxehtë, e lëm bashkë me orizin, ne flasim kur orizi është në frigorifer. E lëm bashkë me orizin të dyja derisa pa futur lugën, derisa të marrin temperaturën e njëra tjetrës. Më pas, përdorim lugë, jo druri, por lugën tjetër të inoksit. I lëm në temperaturë avash, derisa ne shikojmë që nuk digjet, se po digjet, mba njëherë që të them. E prish gjithë shijen, pastaj, edhe në qikë të ciknoset e mine në fund të ngjis, vjen ajo aroma në gjithë masën e duhur. Do të ndryshoj pak temperaturën. Shtoj masën, sërisht masën e qumshit. Pakës vanilje. Shumë pak kanell. Sa e mirë filloj të trashet, lëshohet kjo aroma e kanellës. Nëse shtojmë masën e sheqerit, e ul temperaturën, e çoj tek gjysma në minimum të nxehtësisë të gatimit, jo të Nëse ne kërkojmë që të kemi një trashje, shtojmë pakës fare miell. Gjëja më e mirë është që ne t'i shtojmë nëse shteh. Ne në përgjithësi kemi përdorur miellin, por nëse shteja është akoma dhe më e mirë, sepse është përshtatësia më e mirë për salcat dhe në ëmbëlsira. Pra mielli shkon pak në hap të dytë. Po të doni, dhe e thash tamam që po të doni, shumë mund ta kalojmë në tava individuale, që unë do ta kaloj në tavë individuale. Po, të ta lëm të zjejë dhe pak. Një lëku limoni që t'i jap pak freski. Jep një aromë freskie. Shumë pak.
përsërisht. Përse e kaloj në këtë lugë? Sepse ri e kontrolloj gjithmonë fundin e enës që mos e ngjit. Kërkon vazhdimisht përzierje derisa unë të jem e sigurt për çfarë nuk bëj dëmin në gatim. Unë thash mielin. Pra, le të mbaj, mielli është në përgjithësi dhe nisështë e jashtë që përdoret në përsalcat e bardha dhe në ëmbëlsirat. Por, me që Olën e kemi këtu për të gjitha dhe thot gjithmonë, urdhro, edhe unë jam gatitur para këtij produkti. Po, një lugë miell se plotëson e bën atë më... Përse dua këtë mielin? Nuk kam nevojë këtu. Kam nevojë që unë ta kaloj tek tava. Marr pak ujë. Kështu pra, do të presim avash të përfundojmë me recetën e sultjashit, recetën tonë të parë, të ëmbël, të vjetër, të shishme, edhe nostalgjike, duke i dhënë hap pas hapi çdo element të traditës, çdo truk apo sekret që të dali ashtu siç duket. Shija, forma, pamja. Derisa unë këtu mos të kem asnjë lloj kokrize. Nuk e kaloj në pjatat që unë do ta vendos. Pa ta vendos diku në një gotë zupe. Po të doni ju, nëse keni shumë dëshirë, mund të merrni biskota. Biskota që janë të... Për mua çdo lloj biskote, nuk ka problem, po çdo lloj biskote. Vendosni fundin me biskota. Të thërmuara ose jo. Dhe më pas shtoni pjesën e sultjashit. Mund ta vendosni me fruta të thata, me fiq, me ara, me çfarë të dëshironi ju, dhe patjetër të kundërmoj aroma e kanellës bashkë me limonin. Është në një ëmbëlsirë... Po, në një stad tjetër të kësaj ëmbëlsire. Patjetër që është një ëmbëlsirë që duhet jetë edhe e ftohtë. E le të ftotën dhe le të ngele me fjalët e ngrohta për këtë ëmbëlsirë. Shikon tani fillon dhe të bëhet bashkë orizi. Pra, mua nuk më duhet të jetë e veçuar. Po. Por, shikon ti kam vendosur, por që të bëj dhe unë pak hile për shembull, nëse ne duam atë hilen. Dhe duam ta shpejtojmë kohën. Ose truqe të vogla që... Shkoj, një lugë, 2 lugë mjafton dhe e plotëson atë masën, e trash pak më tepër, se çrën si ka, pjesa kryesore e kësaj ëmbëlsire është pikërisht kjo forma, që duhet jetë kështu e plot, dhe jo më vete, jo shumë e veçuar. Masën e vezës tek... Nga dhe veza. Bashkë me të bardhën e ke? Jo, vetëm e verda. Pra kam darë 2 të verda veze. Shiko, i lëm pak kone dhe të vazhdoj të zjej. Dhe shumë mirë biles. Rikëthemi për t'i dhënë dorën e fundit, themi ne sultjashit. Sigurisht që ka disa proceset të vockla, ose që e qojmë për tej recetën, për përmirësimin e pamjes dhe të shijes së saj, për ta bërë diçka ndryshe, ta realizojmë tani atë formën që thamë të servirjes me biskota të çfarëdoshme. Pra, si të dëshironi ju, kjo është thjesht në një moment që njeriu nxjerr një fjalë nga goja duhet ta mbaj. Të paktën unë jam mësuar që ti mbaj gjërat dhe ka ngjitur ajo. Ky është fillimi dhe fundi një ëmbëlsire nga Albana. Kaq. Ka kokra akoma, të cilat do t'i vendosim në fund të gotës. Ja, kështu. Ti vendose biskotat e gota ku do të servirim, dërsa të tavat e vogla individuale të baltit, nuk vendose, sepse do vendoset në furr. Pra, ajo është servirja pa e pjekur përsëri, pa i marrë atë procesin e fundit termik në furr.
ja një nga format kjo në gotë të servirjes së sultjashit, kur duam që ta bëjmë atë pak më modern. Edhe pak kanell. Por edhe pak cip limoni. Lëkur limoni. Në një gjethe nga këtej të duhet. Gjethen kur të ftohet, sepse dihet që në nxehtësi më krijon problem. I shkon gjethja e mentes, ndoshta nga bimët tona që kemi këtu. Kjo është forma e parë që do ta servirim tani. Forma tjetër është... Më duhet, Niki, të shtoj ujë. Po ja të mbare një gotë tjetër. Sepse duhet të krijoj banjo mari. Nuk i duhet një pjekje, por thjesht një cipë, një ajkosje që merë në sipërfaqe, dhe se është nxehtë. Tani, ja mora dorën të filloj direkt. Po, shiko, deri te tenxherja që është përgatitur, i mësuar në formën e parë, forma klasike e sultjashit. Prandaj e bra në dy mënyra. Kjo e dyta është akoma më avancuar, më e plot, që gjejmë pastaj në për restorante. Po kur të piqet, do të ishte dhe ara, që kështu është akoma një shtesë. Do të ishte pak ca ara, vetëm thjesht sa për shije. Okej. Pra, tregoj dy mënyrat. Niki, edhe një pjatë të vogël, më sill, një nga ato pjatat e vjetra, Niki, i kemi, që duash ti, që të ngelemi te klasikja, që mos më thoni dëgjoj Albana, me thënë drejtë nuk qullose gjë te klasikja. Këtë duash ti, këtë duash, atë. Atë më sille mos e vrit mendjen. Se këtu kontrastohet më shumë. Edhe kjo këtu. Pra, me thrime biskotash dhe kanell, e pjekur në banjo mari në furrë pak minuta, sa të krijohet edhe ajo ajka e sipërfaqes bashkë me vezën, dhe forma më tradicionale pastaj si kjo në tas, që ja ma jep mua këtu. Edhe pjesën tjetër e kaloj. Këtu me tas në sultjash në dorë. Më kujtove fëmirin. Dhe kjo aroma shumë e mirë. Ja shojmë edhe këtë hap të fundit dhe mbyllim me sultjashin në forma të ndryshme të servirura. Ju mund të dini dhe format të tjera, ne sollëm aq sa na premton edhe koha, po edhe që t'ja u rikujtojmë. Pra ne bëjmë në një rrugë, bëjmë disa punë. Pra në disa forma. Mirë, ja e shojmë edhe në furrë dhe ndërkohë. E pat pamjen, pat mënyrën dhe procesin, shpresoj që ta gatuani sot, u frymëzojmë paksa për ta gatuar, sheqer sipër. Drosje me sheqer, se i mbetet ajo shija e ëmbël. Këtë sipas sipër do të bëhet ajk e fortë. Një tjetër, e kaloj vetëm me të verdhën e vezës. Dhe pak sheqer. Ja të lumshin duar. Kjo ishte receta e parë.